Polemikat mes kryeministrit shqiptar Edi Rama dhe euroskeptikut britanik Nigel Farage ka hyrë në një tjetër raund pasi kreu i qeverisë shqiptare është përgjigjur sërish deklaratave për shqiptarët në burgjet britanike. Përmes një postimi në rrjetin X, Rama ka hedhur poshtë pretendimet e Farage se 1 në 48 shqiptar ndodhet pas hekurave në Britani. Duke ironizuar me një fotomontazh të titulluar "Vizito Shqipërinë, moti shkëlqyer, mikpritje ngrohtë dhe fakte të vërteta", Rama e cilësoi si veçanërisht sheqerak pretendimin se në Britani ndodhen vetëm 53.000 shqiptar. Aktualiteti yt për shqiptarët në Britani është veçanërisht sheqerak. Ti pretendon se janë 53.000, në realitet numri është shumë më i lartë, shumë fishje asaj që thua. Analiza ka të ngjarë të ketë nënvlerësuar mallësinë e popullsisë shqiptare, pasi nuk merr parasysh emigrantët e palishëm, përfshirë më shumë se 12.000 që kanë mbërritur me varka të vogla në vitin 2022. Disa vlerësime sugjerojnë se numri real i shqiptarëve mund të jetë deri në 140.000, çka do të thotë se më pak se 1 në 100 ndodhen në burg. Kryeministri shqiptar shtron edhe pyetjen: sa prej të burgosurve shqiptar janë dënuar për vepra që nuk kanë të bëjnë fare me sistemin e vjetëruar të emigracionit dhe vizat britanike? Po, numrat mund të jenë të mërzitshëm, por janë edhe kokfort, dhe kur dikush i gabon vazhdimisht, pyetja e vërtetë është pse këmbgul, sepse me sinqeritet të jesh djallëzor duket poshtë edhe stilit tënd të zakonshëm. Shqiptarët në Britani nuk janë një statistikë që mund të përdoren si dekor për teatrin politik pas Brexit. Ata janë student, akademik, ndërtues, shofer, sipërmarrës dhe partner, dhe nëse 1 në 1.000 gabon, kjo nuk e kthen shumicën në kokë turku për konfuzionin tuaj kombëtar. Ne kemi qëndruar krah për krah me qeverinë britanike për uljen drastike të emigracionit palishëm dhe në luftën kundër krimit, të e tregojnë shifrat reale, dhe kjo quhet bashkëpunim, të tjerat janë iluzion pas Brexit. Rama përmendi dhe bashkëpunimet ndërmjet Shqipërisë dhe Britanisë së Madhe për emigracionin dhe sigurinë, duke theksuar se ne kemi qëndruar krah për krah me qeverinë britanike. Kryeministri e mbyll reagimin e tij me një ftesë për Farage të presë në Shqipëri, siç të kanë premtuar.